Dhe do doja dija pak si është vera për Izet Surrin. Çfarë preferon ai? Jo, po pyetja është se verës për modën, është ka? Jo, dua di pak mbi ju personalisht. Personalisht, pak vera ankon si vjetë dhe vazhdon të ishte shumë nxehtë. E vërtet. Sidomos në Francë. Sidomos në Francë. Shkoni atje shpesh verës? Apo unë atje banoj unë. Atje unë shkoj një herë ja si 2 herë në mujtë. Po, e shumë nxehtë. Me qënë se e përmënde, për modën çfarë dallon vera? Moda, është pyetje e komplikume, po nuk duhet më bë pyetje se moda nuk ekziston. Po, moda nuk ekziston. Moda ka ekzistuar viteve 20, 30, 50, 60, 70, 80, pak 90 edhe më nuk ekziston. Tash se përpara moda akon që një lëvizje, jo vetëm moda, po janë kanë edhe dekori interior, edhe arkitektura, edhe frizura, edhe muzika, sot na jemi që 3 vetë këtu, 3 gjonat ndryshme.